Era, se këto dikush e ka bon, me kamerë ka morë. Me telefon. Apo po qeveria. Me telefon është kjo, me telefon. Sot telefoni është kamera më e rëndësishme. Regjia ka qenë briljonte. Kë karoj ngrohtë, mund vjen keq. Kjo s'ka ka ndodhur. Kur gjë se çto sa i thot publikisht. Krenari është duke insistuar po se s'po. Unë ti thot Sadik dhe Krenari po thot si s'po jep në rëndësi sulmit rus. Po jep në rëndësi sulmi rus, po ti më zbjen sulmin rus. S'është në rregull sulmi rus. Unë ka di që është nuk në rregull. Po ti më zbjen ta. Ç'është po duhet të mos bjerë to, për shkak unë po duam të sulmu tash. Po. Edhe muj me ta hi një herë. Po s'ka. Ti tash peshon vetëm bi thu çu sarita mund duhet bikëlore. Po sarita. Ton showa, çfarë? Ata kanë thënë. Ky nuk u dosh ton çat bisedë sa nuk e vet keq. Ky u kputi kallzu për oligarka, për opozitë, për Grenelli mund pa rrëzue, unë rrëzova e mbone. Po sa ka pyet hiç ti e kryetoi Letonis. Çe tash ti interpretime keq. Jo bre, ati tregoj atit Letonis. Ti jo jeni për teknologjia, për çka? Janë njohur ata. Kjo është Nëse edhe Letonia është aty afër. Ti çka mundesh me na animu neve? Unë i fitova zgjedhjet, ku më bë kryeministër, çka mundesh me na animu neve? Çit bisedë për ne? Me shko mi kallzu, tezët i konë smuta, dojt i konë smut, për le, me së merë me shpinë tonë, për mi kallzu Letonis. Ti me shpinë tonë veç unë e mendoj. Diko konë është e kryeministër. Veç me Edi Roma, që ta shtregoj, veç me Edi Roma nuk të folë. Ani që dhe Edi Roma nuk dënë heq, këtë nuk e dënë, po ti me Edi Roma mundesh me folë. Mundesh me folë me Alia Metin Macedoni. Ja konë hallin, jëm në hall, po ma bojnë, mërdzoj Grenelli, veç me se pofsha ku me rëzua dhe në Grenellin. Le, bre, këto se këtu në undra. Kryeministit nuk i ta kanë. Unë e një Albin Kurtin për beso djali meqem. Po ky gabim fatal u konë. Pse Karokin ngras telefonit, nuk i ka fajt kë. Unë e Po rriti po thotë duhet ta shkarkoj dikë. Krejt ran, 30, nëse i ka 30 qëndor. Jemi shkarkun burg marrë me qu? Që më kanë bo kryeministrit? Që më me zotë shtirën të fushat, halo Valgen? Ka shtirë zërin aty në shesh kur ka qërë. Qërnajna ka folim... Krenari sot të të besu që pidhime është ti kryeministri. Ja, pa, për bes mu për më dhe. O mu vike morë, bre. E këshirë sham vike morë, e që të shadurë se vike morë. Po shka mi bo veshët se të gjejshë. Sham vike morë. Kush o kryeministër, diko, hajde. Po zite keqë, ja, gjasat më dloj ko Albin Kurti. Po. Pse nga mos mundësia, ka gjasat që është ka rritë të Hajde, vetëm pak, flasim tani në detaje formulat të gjejmë. Me kë mund ta bëj? Albin Kurti qeverin, në qëftë se po me dojnë pak më gatë, se sa një vjet e gjysë. E vetëmja parti që i plëtsën kushtet, është PDK-ja. Pse? Do me thonë, se me PDK një bojnë 80 deputeta, 81, 2, 3. S'ka krizë, ka 4 vjetë, janë të fuqishme, PDK është të fuqishme. Me marrë vendime, edhe guximshme, kjo ka prish krejt në tana unë të Albini, këta shkojnë të Andres. Këta e Andresit Albini që i ka prish, o? Pa i ka prish krejt. Raportet me Amerikën kërka nuk janë. Kalëzën edhe që kjo vide. Tani, tani në këtë konstelacion të mundshëm, shembull qeverisjes një koalicioni të qëndrueshëm, a do ta pranonte PDK-ja Kurtin si kryeministër e PDK-ja të kishte diçka tjetër? Qita 24 deputet nuk e pranojnë Kurtin kryeministër. Jo, a? Jo. Sepse e në deklaru. Unë e po flasë çka kemi dëgjuar. Po, Kosovë ti e din që deklarohen